Mendja ego apo autoriteti dhe strategjia. Këto janë dy gjërat të cilat do t'i përmend vazhdimisht në këto video informuese mbi human design, duke qenë se janë çelësi kryesor dhe gjëja më e thjeshtë që mund të mësojmë nga ky sistem dhe ta përdorim në përditshmëri. Në fakt, ai që ka sjell human design ka thënë se në të ardhmen pas 2027-s këto do jenë dy gjërat kryesore që njerëzit do duhet të dinë dhe të jenë koshient për të lëvizur në mënyrë korrekte në jetën e tyre. Në human design ekziston koncepti i dy kristaleve që kur bashkohen krijojnë dizajnin e njerëzit. Kristali i trupit dhe kristali i personalitetit. Këto janë dy kristale të cilat përbëjnë bazën dhe krijojnë këtë printin siç e shikoni te kjo foto. Atëherë, kristali i trupit është subkoshient dhe mendja nuk mund të ndërhyjë te ky kristal, ndërsa kristali i personalitetit është koshient dhe mendja ka akses të drejtë tek gjithë informacioni që ka ky kristal. Tani te kjo foto do shikoni se te koka lart, tek ai trekëndshi i drejtuar për lart që është gjysmë jashtë trupit, ai përfaqëson mendjen. Dhe do shikoni se te ky trekëndësh ka vetëm 3 porta, 61, 63, 64. Çfarë do të thotë kjo? Mendja në human design është këtu për të pasur perceptime si nga jashtë aurës tuaj dhe nga brenda, pra ajo që ndodh në aurën tuaj ndërkohë që lëvizni dhe navigoni në këtë realitet. Dhe duke qenë se personaliteti që përfaqëson disa prej këtyre portave që janë aktive në ADN-n tuaj, ka mundësinë të jetë koshient dhe duke qenë se është koshient, mendja mund të ndërhyjë dhe mund të bëjë që frekuenca e personalitetit të mos jetë e pastër dhe korrekte. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse në një pikë të evolucionit ton ne u ngatruam si specie. Menduam se mendja është këtu për të marrë vendime në përditshmërinë tonë dhe vendime për të ardhmen. Dhe kjo është gjëja e cila na ka futur në një labirint të madh dhe nga i cili nuk po dim si të dalim. Në të vërtetë në human design mendja është këtu për të pasur perceptime dhe për të krijuar mënyrë shprehje, siç është gjuha që po përdor tani për të ndarë këtë informacion me ju. Pra, mendja është një mjet komunikimi, shprehjeje dhe gjithashtu matëse. Nuk është këtu për të marrë vendime në përditshmëri dhe për të marrë vendime të rëndësishme. Ajo është këtu vetëm për të perceptuar. Tani si ndikon kjo tek aurat? Aurat kanë një strategji specifike dhe duke qenë se mendja ka një ndërhyrje të drejtë dhe bashkëpunon me egon, e cila gjithashtu është këtu për të siguruar mbarëvajtjen e jetës tonë materiale, ajo mund të fitojë një fuqi si një entitet i cili vazhdimisht na flet dhe na tregon se çfarë duhet të bëjmë në mënyrë që ajo të sigurojë autoritetin dhe kontrollin mbi çdo gjë që ne marrim si vendim. Po e vërteta është që kjo krijon një fushë të shqetësuar, pra një fushë, një frekuencë e cila nuk është e qartë dhe nuk është e pastër në mënyrën se si komunikon me aurën tonë dhe me universin. Pra, zëreni se aura tuaj gjithkohës lëshon një sinjal dhe ai sinjal mund të shqetësohet ose mund të turbullohet nga fuqia që mendja ka për t'ju imponuar mendimet dhe gjitha gjërat që ajo percepton. Por, siç e thash, mendja nuk është për të marrë vendim. Mendja është për të perceptuar dhe më pas të mund ta shprehë perceptimin e saj në mënyrë kreative. Mendja për ne mund të jetë një mjet shumë i mrekullueshëm krijues, një mjet i mrekullueshëm shprehës, por nuk është këtu për të treguar të tjerëve se çfarë duhet të bëjnë, se çfarë është më mirë për ata, se si do jetë e ardhmja e tyre. Pra, mendja është një mjet rikrijues. Na shërben për të komunikuar dhe për të ndarë gjërat më të çmuara me njëri tjetrin. Dhe navigimi, që është pjesa më e rëndësishme e këtij realiteti, vjen nga një tjetër vend në trupin tuaj dhe ai është autoriteti së bashku me strategjinë e aurës. Siç e thash, këto janë dy koncepte për të cilat unë do flas vazhdimisht, pasi këto janë çelësi dhe në momentin që mund t'i bëni tuajat, mund të keni një perceptim, një pikpamje
të qartë dhe unike, ashtu si që ju keni ardhur ta keni në këtë jetë. Dhe në këtë mënyrë do mund të zbuloni se kush jeni dhe për çfarë jeni këtu, të relaksoheni dhe të shijoni jetën për të cilën keni ardhur. Shihemi.